Policia rrugore e Korçës vijon monitorimin 24 orë në 7 ditë të javës në të gjitha akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Në 24 orët e fundit, fal kontrolleve të shtuara me mjete bashkëkohore logjistike, janë dëshkuar administrativisht 275 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Shkeljet më të shpeshta përfshin qarkullimin me shpejtësi tej normave të lejuara, ku janë dëshkuar 83 drejtues mjetesh. 54 të tjerë janë dëshkuar për parakalime të gabuara, për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Janë evidentuar gjithsej 20 raste dhe 18 raste të tjera për mosvendosjen e ripit të sigurimit. Po ashtu janë dëshkuar 39 drejtues për parkime të gabuara dhe 61 për shkelje të tjera rrugore. Policia rrugore bën thirrje për respektim rigoroz të rregullave të qarkullimit, duke kërkuar nga drejtuesit e mjeteve të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit dhe drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit.